Do të bëjmë pasë. Shumë e fort. Po. Jo, se takova një person që minator që kishte vdekur dhe më gara shumë keq, dhe shumë prekse. Edhe unë kam dëgjuar një rast të tillë sepse kushtet ku ato punojnë janë mizerabël. Që të vdesin poshtë zënë komplet gurët, është crazy. Edhe këta dalin me kollare dhe bengallat. Po, unë dua ta ngacmoj pak Just a second, guys. ndërkohë që ai qetësohet. Po qetësohet. Ata çoj më fort apo ta mbaj më lehtë, se sonte jam shumë karikuar. Ndërkohë që ti Klot qetësohesh, ne jemi live dhe ti mbaje si të duash, por e rëndësishme është që ti të qetësohesh. Unë doja që ti të më thoj edhe... Si bisedë, edhe këtë. Po, unë doja që ti të më thoj diçka edhe për kulturën. Yes. Po, kultura, unë kam rrë një gjë, sigurisht që në pëlqen kultura. Sigurisht që kemi dhe një opera në qytet, kemi dhe galeri, kemi dhe muze, kemi dhe gratacele që më ngrihen shumë bukur në ajër. Por, unë shoh vërtet një kontrastë e cila nuk ka sens. Ne je përjetojmë një absurditet ku t'akuzosh një lloj, t'akuzosh estetikën, edhe mos merresh me thelbin fundamental, ku një përqindje e rëndësishme e këtyre njerëzve magjik si shqiptarët, jetojnë në një nihilizëm edhe një vetë vrasje totale në përvënde limitrofe, ku edhe Zoti kërkon leje a mund t'ju në fshat. Dhe kjo distanca është një gjë që unë nuk arrit të kuptoj. Pra neve po bëhemi shumë të bukur në epiqendër dhe shumë të shëmtuar në periferi. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo që unë këtu të bëj si një pidhë i bukur? Kush? Atëherë, ku është përgjegjësia? Edhe kultura. Jemi mushur në përzyra me mediokër dhe me qoka politike. Po si mund ta çojmë përpara? Ku të gjitha bienalet që fitohen me të njëjta akoma. Ku mafia është futur edhe në art. Ku ka shumë artistë që po ikin every fucking day. Edhe po e mbajnë me thonë. Pra, kush është akuza këtu? Që të akuzoj një ministra edhe i tham emrin? What the fuck, I don't give a shit. Ne jemi një super popull kreativ. I vogël, i përshëndruar. Por akuza e vërtet është ai që s'ka bukë të ha. Unë këtu jam kot.